Edhe ai më thot me emër, thot Anton, nga ky moment mos I lëviz forcat. Përkundër atyre bombardimeve të rana, forcat serbe nuk janë në ndonjë shenjë që jenë para dorëzimit, para ndonjë marrëveshje apo para ndonjë kapitulimi. Kështu që përgatitjet, planifikimet, operacionet ishin në vazhdën e kësaj që barrën kryesore për shërimin e Kosovës do e kemi ne. Por për fat mirë kemi së paku hapësirën ajrore të sigurt, e cila me bombardimet të infrastrukturave të ndryshme ne na lehtëson avancimin. Me datën 9 prill, 9 qershor, ne ishim në përgatitjet përfundimtare për fazën e radhës. Do thotë çdo batalion e kishte përsipër me 10 qershor të bënin avancime në drejtime të ndryshme. Edhe unë si komandant I batalionit Derozan të Veshkos kisha për detyrë që nga hapësira topografike Moja Zez të kaloj në apo të zotnoj objektet në të cilat ushtronin kontrollin forcat serbe, të thotë objektin Mërçaj, Rasa Zogut, Kërshi Yllit, për të cilat duheshin përgatitjet maksimale, përveç përgatitjes me armatim, me logjistike tjera duhet koordinimi mirë me zjarrin artillerik të brigadës, 106 mm, 120 mm, me topa 75 mm, angazhimin e njësive, përkrahja nga batalioni në krahun e djathtë Qolliqen nga Fadil Hadërgjone, do thot koordinimi I gjitha veprimeve, edhe pas arritjes së rezultatit zavendësimi I forcave, sepse ne konsideronim që do të kemi edhe humbje. Tani kur je në përgatitje përthuajse në përfundim të përgatitjeve, edhe kur ushtarët e kuptojnë se me çfarë rreziku kanë me u përballë, në një mjedis të zhveshur, shkëmbor, alpin, ku temperaturat përkundër asaj që ishte qershor ende ishin të ulta, kishte hapësira ende të mbuluara me borë, edhe krijohet një ndjenjë që kena më marrë me një operacion nga I cili pastaj do të varet e armëja jonë, si njësi në tërsi. Do thotë kuptonin se do duhet me dhanë maksimumin që ne me arrit në përfundimin e kësaj detyre, që me kriju gjitha parakushtet pastaj edhe për çlirimin e fshatrave, si që janë Jasiçi, Gjocaj, Joniku, edhe dalja në magjistralen që lidhte Gjakovën me Pejen. Te pas konsiderat se edhe njësit përballë ishin në numër shumë të madh, disa hapësira ishin të minuara, edhe ato po ashtu posedonin armatim teknik me superiore dhe më të avancuar se ne. Po ne llogaritnim shumë në elementin e befasisë. Tani kur je në atmosferë të tillë edhe ndëgjohet zilja e telefonit satelitor, do thotë mundesh me paramenu në atë ambient që e përshkrova, ne kishim mundësi me komuniku me telefona satelitor, me mbushje solare e tjera, edhe ndëgjoj në receptor zërin e generalit Kuduzlama, I cili me emën, kryesisht ne bisedonim me shifra, me kode e tjera, e kishim bisedusin, por kësaj radhe më drejtohet me emër, që të sigurohet që unë po kuptoj mirë urdhën e tij. Jo këni pos Lucky Luke, ja? Po, novka ime ka qenë Lucky Luke. Edhe ai më thot me emër, thot Anton, nga ky moment mos I lëviz forcat. Edhe kur thot që mos I lëviz forcat, unë e mendoj që ndoshta forcat serbe kanë kuptu çka po përgatisim ne. Thot lutem përsërit a kuptova. Ose kuptova, mos I lëvizi forcat. Tregom arsyen. Thot, nesër forcat serbe kapitullojnë, përfundon lufta. Do thot, kaq ishte mesazhi.
Po, dhe me porosit që ta njoftoj komandantin.